Ja gjithçka që duhet të dini për Papën Leo i 14. I lindur në vitin 1955 në SBA, Robert Francis Prevost studioi matematikë dhe më vonë ndoqi një master në teologji në Unionin Teologjik Katolik në Chicago. Më pas u transferua në Rom dhe u caktua prift në vitin 1982 në moshën 27 vjeç. Ai ka kaluar disa dekada duke u shërbyer komuniteteve katolike në Peru, fillimisht si profesor dhe më pas si peshkop, ndërsa mori shtetësim peruane në vitin 2015. Flet rrjedhshëm anglisht, spanjisht, italisht, frëngjisht dhe portugalisht. Ai u emërua kardinal në vitin 2023. That it's not coincidental that Pope Francis chose me. I've been a missionary my whole life and I was working in Peru. But I am American and I think I do have some insights into the church in the United States. Në maj të vitit 2025, në moshën 69 vjeç, ai u bë papa i parë peruan si dhe papa i parë nga SBA-ja. Papa aktual ka mendime politike centriste, por e ka bërë të ditur mos pëlqimin e tij për administratën Trump. Në shkurt, ai kritikoi ashpër zëvendës presidentin e SBA-s J.D. Vance për citimin e doktrinës katolike për të mbështetur ndalimin e ndihmës së huaj nga Washingtoni. Dhe aktiviteti i tij i fundit në X ishte ripostimi një mesazhi që kritikonte shtëpinë e bardhë për deportimin e gabuar të një emigranti në El Salvador. I think he's going to be critical of the United States stances on migration, on human rights, on arms sales to foreign countries. We're going to see a lot of the same. Ekspertët thonë se zgjedhja e emrit të tij papnor Leo është e rëndësishme sepse mund të ketë për qëllim t'i bëjë nderime Papa Leo së 13, i cili mbrojti klasën punëtore. Gjatë fjalimit të tij inaugurues, Papa Leo dëshmoi një qëllim për të ruajtur një fokus internacionalist, pavarësisht se kishte rënë një të thella në Shtetet e Bashkuara.